Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi beson se vitin tjetër Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja. Ai ka bërë me dije se 99% kjo është e mundshme, duke marrë parasysh faktin që edhe opozita ka krisje mes veti dhe nuk është e gatshme plotësisht që të formojë një koalicion për të udhëhequr vendin. Në një intervistë në emisionin Rubicon, ai ka treguar se është problem që në legjislaturën e 9 të sigurohen 80 vota për zgjedhjen e presidentit. Krejt po e dim që vitin e ardhshëm kemi me u ballafaqur me zgjedhje 99%, mundësi për zgjedhje është 99%, s'ka kush i bën 80 vota me zgjedh presidentin e ri, ka thënë Krasniqi, derisa autori i emisionit ja ka rikujtuar se për ish presidenten Ati Fete Jahjaga janë bërë votat. Krasniqi ka thënë se atëherë ka qenë një situatë krejt tjetër. Në rastin e Ati Fete Jahjagës ka qenë situatë krejt tjetër, nuk është e krahasueshme. Atëherë ka pas një koalicion tjetër. Ka të tillë që na thon pse s'po e leni Albin Kurtin le ta bëj qeverin, punë e madhe le të rinë, s'mundet me ba kur gja presione, opozita e fortë, ai është i dobët, mundeni me rëzu, është shprehur Krasniqi.